Banorët e fshatit Vërdov, të cilët jetojnë përgjatë lumit me të njëjtin emër, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për t'i dhënë fund një problemi që shqetëson prej më shumë se 30 vitesh. Sa herë ka rishje të dendura shiu, ata përballen me rrezikun e përmbytjeve dhe dëmeve në banesat e tyre. Banorët kërkuan ndërtimin e argjinaturës mbrojtëse të lumit, duke theksuar se dalja e tij nga shtrati ka shkaktuar vazhdimisht dëme në pronat e tyre. Ata kundërshtojnë projekti DEN e Bashkisë Pogradec, e cila parashikon ndërtimin krahas argjinaturës edhe të një trotuari me gjerësi 1.5 metra për lëvizjen e këmbësorëve. Sipas tyre, projekti parashikon edhe heqjen e një pjesë të urave ekzistuese mbi lum, të cilat konsiderohen si pengesë për rrjedhën e ujit. Vetëm na sistemoni lumin o vëlla, na i betononi. Urat të mbeten siç janë, që neve të komunikojmë me shpinë. Lumi është me të dy krahat, një copë mur këtu, një copë mur atje. Të bëhen dy mure të sakta. Fundi i murit të zgjerohet, i lumit të zgjerohet, të rregullohet mirë, të pastrohet, dhe neve pastaj ta dimë që të kemi dhe urë të kalojmë, si do komunikojmë? Unë jam me të smur. Problemi tonë është që urat të rrinë siç janë, edhe të rregullohet lumi, të bëhet muri matan, të forcohet, edhe këtë të zgjerohet e të bëhet muri i fortë. Se kemi të smur, ambulancën e duam te dera, 2 herë në muaj të çojmë me ambulancë. Përfaqësuesi i Bashkisë Pogradec, Fatmir Hamolli, deklaroi se projekti propozuar synon të jap një zgjidhje afatgjat problematikës së lumit të Vërdovës. Sipas tij, zbatimi i këtij investimi do të krijonte gjithashtu mundësi edhe për legalizimin e banesave të ndërtuara pa leje pranë lumit. Do bëhet që në fund të lumit, që në maliqi atje, dhe deri lart te Venecia, ku është lumi, do ruhet 1,5 metra ana e lumit. Kjo është. Tani, preket disa normat, por e shruajt që mos preket ndërtesa. Dhe të gjithë do legalizoheni, do merrni pra ajo pjesë si mbetet, nga 1,5 metra në shtëpia dhe merrni përfundimisht certifikatët përfundimtare për shtëpitë tuaja. Gjatë të paktën 10 viteve të fundit, lumi i Vërdovës është kthyer disa herë në burim rreziku për banorët e zonës. Përmbytjet janë shkaktuar nga devijimet e rrjedhës së lumit, si dhe nga urat me kuotë ulët, të cilat pengojnë kalimin normal të ujit gjatë rreshjeve intensive.